Pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe me gjithë se kanë ditë më fal, edhe kanë ditë që të tolerohet, ka do ligje s'ka tolerim. E tash vim te kjo se njëri thotë elhamdulillah, këtë me të falme po ka përcekan, me parë, jo. Ka disa ligje s'ka përcejnë fare. Edhe nëse njëri thotë po ja fali. E cili është ky ligj? Dëgjoj tash. Tregon Abu Huraira radhiyallahu an për një rast të vështirë që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Buhariu, thot erdhën dy njerëzi të hasmum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njëri i tha tjetrit: "Ja Rasulullah, gjikon mes neve me libër të Allahut." Kjo ka qenë të sahabëve. Gjikon mes neve me libër të Allahut. Thot Abu Huraira, tha tjetri, edhe u dukte si majditur. U dukte sigur majditur. Tha: "Ejel ja Rasulullah." Po ja Rasulullah, gjikon me neve me libër të Allahut, mirë po, a më jep leje me fol? Thot Imam Nevawiu dhe Ibn Hajar al-Asqalani, nuk ka qenë më i ditur në kuptimin se e ka ditë ligji çysho, po ka thonë a më jep leje me fol. Kjo është fiqh, kjo është dije, kur i thotë mirë, gjiko ti, ama a kam drejtën të folin ja. Edhe nëse jam gabim unë, s'ka lidhje, a bëjmë me fol, se ka njerëz hiç le me fol, hiç, a bëj përmendem, s'ka vetë me fol. A bëj i çfarë ti jetë marrë që i gabim, fol çka dush, po s'ka ti e gabim. Tha, ka mundësi me fol? I tha besam tekellem, fol. Tha ja Rasulullah, djali jem u kom beqar. Ka thonë djali jem u kom punëtor të ki, të që ki tjetëri. Apo ka thonë dhe djali jem ka bo zina me grën e këtina, me grën e shefit. Apo ka bo zina me grën e shefit. Ka thonë edhe une i veta ulemat edhe njerëz e ilmit edhe më kallxun fetva. Ka thonë mirë po, unë këti i ofrova ofert. Thash, ti jap 100 dele edhe një gruje robresh, falja gjalitem. Liroje. Ka bo zina me grujen e zotnijës. Apo zina. Andaj çka thon, dietor kan thon, ka ligje as pejgamberi e selam sun intervenon aty me ta fal. S'ka, Allah ka prej këtu. Apo njëri thot, a mundna me gjeti kan? Si s'e gjen kërkan hiç. Dëgjoj ata. Tha mirë po ja Rasulullah, unë i vetë ata ulema, thot Ibn Hajar al-Asqalani, para mendo, ka pas ulema në kohë pejgamberit sa i ka legjitimuar. Si Abdullah ibn Mas'udi, si Abu Huraira, si Umar Khattabi, i ka legjitimuar pejgamberit sa si Abu Musa, si Muadh ibn Jabal. Ti kalon ulema, ti alim vendin tan. Tu kon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjallë. Pse kanë thënë dietarët që pejgamberi ta zhvillon, von, tjetaj tu në veprimtari tu kon i madh i gjallë që helbet gabon e merremeton. Pra e ka nxit. Jo si tash sot, zbaj be Allah kur gjati. Ku çish bon më pejgamberu kon gjallë, ka thonë japi ti fetva. Japi ti fetva, s'u të kumsue. Apo disa njerëz thonë veç unë, s'mundesh veç ti valla. Ai ti kimë dekën ti dush më as ludhën dikujna. Andaj këshir nxjerr gjeneratës atë punojnë ma vonë. Tha mirë po ata më thanë mua se s'ka mundsi. Djali jo duhet mu urrej me 100 kamxhika, 1 vjet me shlu venin, edhe gruaja e shefit mu gurzue, mu ekzekutue. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, betohem, shikove se kur ka pas pejgamberi gjithmonë, von tash gjikimia i ran. Minjar e ka ngrit muhabet, ka thonë betohem në atë i cili e ka shpirtin tëm në dorën e vet. Nuk ka muhabet e gare kjo. Ka thonë, ka me gjiku mes juve me librin e Allahut. Ka thonë sa i përket deleve tua 100, edhe kësaj argatës, edhe kësaj shërptorës që po do me edhan, ferët dun alek, maj këto. Maj, ja ka këthije. Ka thonë, djalijot duhet 100 shkopim i hangër. Edhe me e shlu e venin 1 vjetë. Kështu ka gjiku Allahu Gjelluala. Ka thonë, ndërsa ti o Unejs, el-Eslemi, një shokit vetë, që e ka pasë si për një zbatu liqin Allahu Gjelluala. Ka thonë, ti shkot ajo gruja e shefit, të këtina, ka thonë, edhe pyte për rastin, nëse e miraton, që e ka pasë zina, fërgjumha, ekzekutoje me gurzi. Atëherë, ka shku Unejsi, edhe ja ka kalzu rastin, ajo gruja ka thonë, po, kemi pasë zina. Atëri ka thënë, gjykimi pejgamberi sa mbi ty është me të ekzekutue, edhe e ka ekzekutue. Feragjemt, ferugjimet, edhe
e ka ekzekutuar. Kjo çka argumenton vëllazër? Tani, kemi raste në fe, Zotit Allahu xhelalu ala, kur ka raste skisi e pagu. Çish me pagu? Shembull, para më vrasja, dhe kjo argumenton vëllazër se do njëherë mja prek nderin dikujna amaran se mja vra dikan. Por shembull, ja ke vra djalin, thot falt kort burr. Bom ke djeg, po falt koft. Ja prek nderin, Allahu ka gjiku, jo. Pse? Ke prek ran. Ke prek ran. Andaj pejgamberi sa për punën e nderit ka thënë, nëse njëri pi juve ju këshir tinza në shtëpi, ndritare, Allahu na rujt, dhe i rujt sytë tonë, edhe sytë e muslimanëve. Ka thënë se ti e shet dikan, e ka shlu sinin ta këshire grujen. Ka thënë gjuje me shigjet. Si t'ja hek sinin, ai sin s'ka vlerë. Por shembull, vjen ai të këshir, edhe t'ja hek sinin. Edhe ai vetë, thot ma hek sinin, pagu ma sinin. Çfarë sinin be? Ku si? Çka ke lipti ndritare teme? Ki kujdes. Ki kujdes, për mësam ka thënë, dhe ka ndodhi ka gjujt sallallahu alaihi wasallam. Ka gjujt. Çka afrohesh ashtu? Çish afrohesh ashtu? Ki kujdes. Andaj kjo hadith çka argumenton dhe zot? Se nuk lejohet në disa prej ligjeve si zinaja që tolerohet ta dhe tjetra hajdutnia. Hajdutnia. Çish? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ditë për ditë vënë njëri. Ka transmetuar Imam Ibn Majah. Ka ardhur dhe i ka thonë ja Rasulullah e kun vedh që ta. Një diçka. Për mësëm i ka ba me isharat, thuj e kun mor, se kun vedh, mështu e kun vedh. Apo, ka thot djetarë se e ka dit, se që ti shka ja ka mor, ja fal. Apo, për shemull, ta zojnë akështu. Ka hi dikun, edhe ka mor diçka të vlepshme. Edhe ti e njefa zotninjen e ati i venit që ja ka mor. Edhe ti i thu, qirebe ki ta mor që ta ju dash diçka. Përfundoj. Që ka thonë e kun vjedh. Mësëm i ka po me isharat, thuje mora une, regulloj këtë pun. E kun vjedh. Tash, masi e ke vjedh, e vjedh me anë term tjetër. E tha, masi e ke vjedh, me ta prej dorë. Që ka tha për mësram? Falni hakët para se me artë e une, se ku të vinit e une, qa me bone? Falni hakët. Ti për shembull, ta zojna, sot shka se eksiston zbatimi ligjit Allahu Gjellin Gjellalu. Mirë, mu paskon në kod muslimanve, kod khilafetit, kod të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çish e kanë kuptuar sahabët, për shembull. Imam Nevawi u dhëzër, një rast, në ditë për ditëve, ja vjedh do të isha dikush Imam Nevawi, që kishka shpeshe për memi, Imam Nevawi ka shpjegua. Imam Nevawi edhe kjo e nganat hajdutit. Edhe i thot, nalu veç pak pilar, ka i tutësh ashtë mos pjamer, hajdutja ke po, tutë mos pjamer. Tha nalu pilar, sa du të afru, tha veç nalu. Tha po ta jap, thuje mora. Shiko dhe zëri, zemra e butë. Po ta jap, tha, po ta jap, thuje mora. Që mos shkojnë në gjikat, mu gjikue. Qatë kushtonë Allah? Thot, du të mja prej. Ka pos rast kemi të bëhë diskutim, qysh ja pret shëriati dorën hajdutit. Apo, kjo shumë e ranë. E ndër bisedat e zhvilluara, rast konkret. Thash, a ki e vlad? Po, a punojnë ato? Po. Punojnë për ti? Po. Mirë. Me t'hinjë hajdutit ti dhe me t'hin vedh keq të pare, qka njani gurbete, njani munohet, ti munohesh me mlet para, po? Thash ti edhe për një natë ti marr keq. Tha, atje u ditët me vra keq. Ma gjek tha mu zemrën, a? E Allah u thot, jo, ka dale se si i veç ti në këtë dunja, dorën veç. Andaj dunjarë njerëzit nuk din çka mohojnë vëllazër. Andaj shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tha, mbaj këtë dele, mbaj këtë gruaje, gjaliot duhet me. E pse 100, pse njëna u ka vrarë e tjetri u ka liruar, se ajo ka beçar. Beçari nuk vritet. Beçari nuk vritet. I martumi vritet. Kjo argumenton vëllazër se zinaja të martumit te Allahu është shumë e rëndë. Në ditë për ditëve Sa'd ibn Mu'adh. Vjen një njeri dhe thotë ja Rasulullah, kam zon grën time tu bozina. Për nëse thot, ki frikë Allahun që ka folë, ku i ki dëshmitar? Që së dhe ku më zonë, s'kam dëshmitar. Edhe nejse e shtynë atë rast, dërsa e drejton për nësa me ajetë që ka zbresin, edhe kur shkon aj, Sa'd ibn Mu'adhi, u konë atin me gjlis, e ka përcjellë rastin, edhe i ka thonë një Rasulullah. Vallaj be une me e zonë rastin si ki burë që ka e ka zonë, me e zonë kërën tej me zotin arrujt. Ka thonë në zvin që shtu mua në kuhe, unë e të vit i bi di gjenazën. Për nëse ka thonë, jo Sa'd, shmitar dëshmi pas. Vallaj, ka thonë ja Rasulullah, unë së mbaj sabër. Shiko, siguria ka këthi pak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
Mi po Ibn Hajar al-Asqalani thot, s'ja ka kthi në kuptimin se so çashtu. Po jera se un po të kallzoj për gjendje reale, çish do te unë çish jam. Se ky njeri ardha e kom pa grën time ka ardh, do më hajde xhikom. Vallahi unë me pas pa ni burr, ata Omar Khattabi i ka ardhur në rast kur ka prisi muslimanëve. Ka ardh dy veta dekt. Ato kanë thonë, pas ka vra njeri, pas ka vra dy njerëzi. Omar Khattabi ka thënë, "Ta gjigojna, ka dalë për të këshirë." Ka thonë, "Çka puna?" Ka thonë, "O prisi muslimanëve. Hajde në shtëpi time, i ki di gjenaze." Ka thonë, "Çka puna?" Ka thonë, "E kom zon një burr mbi grujën time." Ka thonë, "Dhe i kom lanë që aty." Omar Khattabi kër e ka pa rastin, ka thonë, "Ti i lirë." Pse i lirë dhe zërë? Se me dëshmi, që dëshmi ako? Mos kish pas dëshmi, kish pas ndryshe trajtim. Andaj Saadi tha, "Vallahi ja Rasulullah, qashtu anë që shpo thuti du të mi pru dëshmitar. Po unë së mbaj sabër mi pru dëshmitar. Du një lanë që ati." Thot pejgamberi sa, "A pe shifni Saadin? Shini sa gjeloz? Që shë çfarë gjelozije ka? Apo, a ku a gjelozija sot e muslimanëve? Si dalin të rejat edhe të vajzat e muslimanëve. Allah inshallah ju zon të krejt, ja Rabbul Alamin." Tha, "Pe shifni çfarë gjelozije ka?" Po. Tha, "Unë jam ala ma gjeloz. Unë jam ma gjeloz se ki. Allahu a ma gjeloz se unë edhe Saadi." Tha, "Përse ta e ka bo haram zinaja. Po, prap se prap duhet me pru dëshmijen." Andaj, për e ligjeve që i ka zbrit Allahu Gjellola, ka disa ligje të nuk tolerohen. Tjetra, ka ndonë djetarët, ka mundësi, ndo njëherë ndodhë, që i ka ndodhë këti njeriut, që ka ofru mal për mi a falë. Mirë, qka ka nëzirë djetarë për kësaj, ka ndonë? Ndodhë njeri, me menu në ligjë zotit, se ka tolerim. A se di që s'ka tolerim. A mujna me akuzu se ti po do me bot dallaver ligjë, ka ndonë njot dërsa të vërtetojna. Por qemë, njëri ka bon një akt penaltije që du të mu gjikue. Dhe njëri thot, "I kam paguju në thot, kam pare." Apo, kam pare. A du të me gjikue në thot, "A, ti s'petoj shëri që Allah?" Jo, ka dan. Ka mundësi se di, kujton që paguju t'ke pun. A je di si shëriat, shumë gjëra paguju. Andaj për nësam nuk i tha këtina, qysh be ti ofron pare në këtë aspekt? Qysh për na ofron neve pare? Qysh për do t'i me blej këtë rast? Jo, që i tha, "Meri delet, mere këtë qikën, ndryshe gjikot ke pun." Që ka që? Se ka menu që e leot? Jo, ta gjali jatë që shtu gjikohet. Andaj ndohë vëzër njeriu me të lovit duke mendu se lejohet. Duke mendu se lejohet. Nëse aj beson se lejohet, se Allah e ka leju, atër nuk është për atë që e ka refuzu Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Gjithashtu pengamberin se dhe zër i ka kërcnuar njerëzit kur kanë hasmëria që mos të bëhen sebeb me autoritetet që i kanë në mesin e njerëzve, që të shkelet haki Allahut dhe haki pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe hakët e njerëzve. Transmeton Abdullah ibn Umar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë alayhi salatu wasalam, "Men halat shafa'atuhu duna hadd min hududillah faqad dadda Allah, wa man khasama fi batil wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhati Allah hatta yanzi'a anhu." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Kush ndërmjetson me autoritetin e vet që të shkelet një ligj për ligjeve të Allahut, ai është prej atyre që e armitson Allahun Gjelle Gjelalu." Njani për shembull, kjo ka ndodhur vetë kur ka ndodhur, ka pas khalife, sultana. E kanë zonë djalin e sultanit. Ligjit të Allahut Gjelalu. Edhe ai sultani ka thënë, "Po, e ndrejsh atë çish." Dhe këta e kanë bërë jehudit shumë. Kur ka bërë dhe një djali i madh, që një djali i rabinit, djali i kryetarit, ka thënë hajtë se e ndoshkojnë pak, po jo se qojna deri në fund 100%. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, "Kush me autoritetin e vet ndërmjetson." Dhe kjo vëzër shumë rrezik. Kjo mund të ndodh hoxhës, kjo mund të ndodh dietarit, kjo mund të ndodh kryetarit muslimanëve, kjo mund të ndodh secili çka ka. Për shembull, njëri të plak të shtëpia. Ai është se njëri është i bë zullum. Thot lebe, unë po tham çështo. Kush je vetëm me thon çështo? Çish, unë po thot me autoritetin tëm, po tham ti e gabim, ti e ke mirë. Pa u kanë çështo. Thot për mësam, kush ban çështo? Ta dije sa ato armicu me Zotin. Apo vlla e kia, edhe s'jam merr hakina. Vetë se ki vlla, vetë se ki bab, vetë se ki djal, s'ka mundsi. Tha pejgamberi alayhis salam, kush shtihet në batil, e ai e di që është batil. Njëri shtihet, çështo ba, ai e di që është batil. Tha pejgamberi alayhis salam, vazhdon hidhnim të Allahit me jetu derisa të shkullet për kësaj gjendje. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Kush e thot për një musliman një diçka çka ai se ka, i ban iftira, Allahu na ruaj, shpifje. Ai thot çështo, ajo çashtu. E di, se di, edhe i ban iftira dhe ja u pa autoritetin mesin e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Askanahu Allah radghat al-khabal hatta yakhruja mimma qal." Ka me ba Allahu mu kanë pe atyre që kanë me pi për radghatul khabal. Çka është kjo radghatul khabal? I kanë thënë sahabët, ja Rasulullah, çka është kjo radghatul khabal? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, çelbi i banorëve të zjarrit. Kush i ban iftira muslimanit, kush e shpif muslimanit, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur dënohen banorët e zjarrit ju del kelb me gjak i përzim. Sa i tu djeg i del kelb. Apo, nëse njeri është plot qelbe, e Allahu ja ban me pije thot. Ai edhe në zarmë dhe pije që ta pse ke bë iftira për njerëzit. Iftiraja e madhe. Mos ban iftira për kërkan. Po se ki dëshmi, atar dëshmo. Ama me bë iftira, e merr ti i kan inati, sta ban lukthi. Hajtu t'ja bajun një manovër, t'ardzoj, i ban hile. Kjo është rrezik me te Allahu te bareke ve teala. Kjo është se ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst.